Qepa e kuqe, aleat i fuqishëm në luftën kundër kancerit. Studiuesit në Kanada, të cilët kryen një studim premtues, parashikuan se ekstrakti i qepës së kuqe përfundimisht do të shtohet në produktet ushqimore dhe do të tregtohet si një agent natyral parandalues i kancerit. Ne zbuluam se qepët janë të shkëlqyera në vrasjen e qelizave kancerogjene, thot autori kryesor Abdulmonem Murayan. Shkencëtarët e dinë se konsumi i lartë i qepëve shoqërohet me një rrezik të reduktuar të disa llojeve të kancerit. Meqense perimet janë pjesë e dietës mesdhetare, mund të jenë pjesërisht përgjegjëse për incidencën e ulët të sëmundjes në Evropën jugore. Studiuesit Murayan dhe Suresh Netirayan të Universitetit të Guelph donin të përcaktonin se cili lloj qepe kishte më shumë veti antikanceroze. Në një studim të botuar në revistën Food Research International, ata testuan efektet e 5 llojeve të qepëve në qelizat e kancerit të zorës së trashtë të njeriut dhe zbuluan se qepët Ruby Ring ishin më efektive në luftimin e sëmundjes. Hulumtimi ynë konfirmoi se varietetet e qepës së kuqe pengojnë qelizat kancerogjene më fuqishëm se sa varietetet e tjera të qepëve, tha Suresh Netirayan për Olive Oil Times. Ata treguan një numër 3.5 deri në 4 herë më të lartë të qelizave që i nënshtrohen apoptozës, vdekjes së qelizave kancerogjene. Krahasuar me speciet e tjera. Çfarë është kaq e veçantë te qepët e kuqe? Edhe pse të gjitha varietetet e perimeve përmbajnë sasi të larta të një flavonoidi antikancerogjen të quajtur quercetin, qepët e kuqe janë gjithashtu të pasura me antocianin, një përbërës që rrit vetit pastruese të quercetinës, shpjegoi Murayan. Antocianina është e rëndësishme për të dhënë ngjyrë frutave dhe perimeve, kështu që ka kuptim që qepët e kuqe, të cilat kanë ngjyrën më të errët, do të kishin fuqinë më të madhe në luftimin e kancerit, shtoi Murayan. Netirayan gjithashtu ndau se si përbërësi i shëndetshëm në qep lufton kancerin. Radikalet e lira në sistemin njerëzor mund të çojnë në qeliza kancerogjene që mund të zhvillohen në tumore dhe të rrisin rrezikun e diabetit ose sëmundjeve të zemrës nëse nuk respektohen, tha ai. Molekulat e quercetinës në qep tërheqin dhe neutralizojnë radikalet e lira. Një karakteristikë e qelizave kancerogjene është aftësia e tyre për të shmangur apoptozën. Duke shkaktuar apoptozë në qelizat që ndahen në mënyrë anormale, qelizat kancerogjene dhe metastazat mund të kontrollohen. Flavonoidet me bazë qepën janë më të mirat në shkaktimin e apoptozës. Nga 28 perime dhe 9 fruta, qepët kryesojnë në përmbajtjen e quercetinës. Përveç zbulimit aktual. Studiuesit zbuluan së fundmi se qepët janë efektive në zhdukjen e qelizave të kancerit të gjirit. Ata më pas planifikojnë të vlerësojnë efektet antikancer të perimeve në provat klinike njerëzore. Ndërsa mund të jetë e dobishme të vendosni qep të kuqe në sallata dhe hamburger, ekipi beson se ekstrakti i qepës do të shtohet produkteve ushqimore si lëngjet ose produktet e pjekura në të ardhmen. Ata gjithashtu parashikojnë që ajo të shitet në formë pilule si një shtesë dietike që lufton kancerin. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.